Përshëndetje të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar Lumturi Çollakun, intelektuale, ish mësuese dhe drejtuese në arsim. Lumturi, përshëndetje. Përshëndetje. Lumturi, a mund të prezantojeni për shikuesit tanë? Po, quhem Lumturi Çollaku, kam mbaruar arsimin e lartë për shkenca politike në degën filozofi, kam punuar për shumë vite mësuese dhe së fundmit drejtuese në arsimin nëntëvjeçar. Lumturi, çfarë mund të na thoni për arsimin? Unë për arsimin dua të them që përsos disa zhvillimeve dhe ecurive të natyrshme që kanë ndodhur, arsimi sot është në një pikë kritike, që ashtu sikurse duhet ndryshuar shumë procese të tjera në vendin tonë, edhe arsimi duhet të marrë një kthes, sepse po shikojmë që brezi i ri ka humbur, si të themi, ato vlerat njerëzore humane që duhet na karakterizojnë. Duhet të bërë një punë shumë e fuqishme dhe frytëdhënëse për edukimin e brezit ton të ri, me qëllim që ai të jetë i aftë nesër të marrë drejtimin e këtij vendi dhe për ta çuar akoma dhe më tej. Sepse po punohet sot me brezin që këta breza të drejtojnë vendin ton. Por problemet në arsim të gjithë e dinë, si prindëri, si mësuesi dhe shoqëria, që kanë një pengesë apo një handicap, i themi ne, të fortë, që duhet ka përcyer patjetër. Dhe për këtë themi që duhet të rikthehemi disa vlerave të dykushme që kanë humbur. Për shembull, unë kam mendimin që në lëndën e historisë, për shembull, të filloj çdo gjë me Shqipërinë, jo me Greqinë e lashtë. Ne kemi rrënjët tona, jemi pellazgoj lirë, nxënësit duhet të mësojnë historinë e hershme tonë. Jo historinë e Greqisë, e filloj me Greqinë e lashtë dhe pastaj jo, ne duhet ta fillojmë me Shqipërinë. Duhet të ketë ndryshimet patjetër edhe në tekstet tona. Lënda e gjuhëletërsisë, për shembull, duhet të këmbguli fort, ta shkruaj me shkronja të zeza mbi të bardhë që gjuha shqipe është ndër më të lashtat, gjuha indo-evropiane ndër më të lashtat. Nuk flitet për këtë. Duhet i rikthehemi disa vlerave në shkollën tonë, për shembull, kur ka patur pundore, kur kanë patur nxënësit punë me dru, kur kanë patur nxënësit punë me metal, qëndisma, rroba qepsira, mësoheshin që në bankut e shkollës, mos të ri fëmia me celular kot, por ti kthehet këtyre vlerave, sepse dhe prindrit ankohen s'kemi çfarë të bëjmë, po janë disa gjëra që duhet ka përcen me shumë lehtësi. Për shembull, për prindrit, si do t'i vim në ndihmë për të ndihmuar fëmijët e tyre për të ecur dhe për të patur një mbarvajtje. Të fillojmë që me prindrit, psikologu i shkollës të bëj biseda me tematika të ndryshme për zhvillimin emocional, etik, psikologjik të fëmijëve të tyre, të ketë takime të përhershme, mujore, me prindër të caktuar, po dhe me masën e gjerë të prindërve. Do doja të theksoja për shkollën, për shembull, disa ekskursione duhet të jenë të planifikuara, jo nxënësit kanë dëshirë sa ata fëmijë duan të bëjnë ekskursione për qef, por ne t'i bëjmë edhe edukative, t'i drejtoj shkolla, ku duhet të shkojmë të shikojmë, cilat janë vlerat, kush është kultura e vendit tonë që janë të harruar nga fëmijët, janë të harruar dhe nga brezat tonë, jo nga fëmijët. Të vend t'i shikojnë, ne kemi artefakte të panumërta këtu në Kosovë, në Shqipëri, në Butrint, në Maltëzi, që flet për historinë. Edhe nxënësit shkollave të organizojnë të planifikuara, që nxënësit të vend të edukohen për së gjalli, me thënë të kenë një kontakt direkt me historinë, me vlerat, me kulturën e këtij kombi të mrekullueshëm. Lumturi, përse ju bashkuat Partisë Shpresa Demokrate? Unë ju bashkova Partisë Shpresa Demokrate sepse unë atë shpresë që unë e kam në veten time të fshehur, mua Shpresa Demokrate më tha që nxirre, do me thënë, siç ka dhe emrin vet, një shpresë po na ringjallet. Kur them brezit tim, unë them për gjithë masën tjetër. Sepse unë shikoj te kjo parti një direktiv apo një alternativ që vërtet mua më ngjit, po flasim kështu thjesht fare, që unë mendoj, ose si thuash, kjo Shpresa Demokrate ka ardhur në ato mendimet e mia, që si mua i kanë dhe shumë të tjerë, aq më tepër pensionistët e këtij vendi, që kjo shpresë duhet të na zgjohet dhe të shtohet dhe ne të ngrem zërin kudo ku jemi, i madh e i vogël, që vendi ynë ka nevojë për këtë alternativë, që vendi ynë ka nevojë për këtë ndryshim të madh. A keni një mesazh për shikuesit tanë? Po, kam edhe një mesazh, dua t'u bëj thirrje nga zemra
gjithë njerëzve të këtij vendi që mendojnë pozitivisht, që i din vuajtjet e tyre se çfarë kanë hequr, që i din vuajtjet e sotme se sa pak vlerësohen, se sa pak marrin krahasuar me një pakicë tjetër që ne shikojmë çdo ditë që ata lulëzojnë, kurse pjesa dërmuese e popullit nuk ka as bukë që të haj. Po të vemi dhe në për zonat e thella. Po ndihmojnë emigrantët, do me thënë familje, shumicën e familjeve tona. Fëmijët që kanë shkuar në emigrim, po ndihmojmë, nuk është e drejtë kjo, pse fëmia duhet të ndihmojë prindrin. Po ne kemi tradita të mrekullueshme që ne ndihmojmë, nuk kemi individualist si kombe, si popull. Po nuk ka të drejtë fëmia, ka të drejtë ky vend ku ne lindim, rritemi, punojmë, edhe do vdesim një ditë që të na i plotësoj kushtet minimale të jetesës. Prandaj bëj thirrje jo vetëm brezit tonë që ta ngrenë zërin, që t'i thonë lirshëm mendimet e tyre, që të afrohen pranë kësaj alternative të vetme sot për sot në vend, që me siguri do zgjerojë dhe do ndryshoj vendin edhe të ardhmen tonë, por edhe brezit të ri, të cilët me të drejtë janë larguar nga ky vend për të gjetur një jetesë më të mirë, për t'u vlerësuar më shumë, ashtu siç ata e meritojnë, se janë me shkollë të lartë, janë të zgjuar, janë punëtori, bëjnë të gjitha. Prandaj i them që shumë shpejt ky vend do ndryshojë, por ju duhet të jeni kontributin sot, të vini, të afroheni, të jepni ndihmën tuaj, eksperiencën tuaj, gjallërinë tuaj, shpirtin tuaj luftarak, që ky vend të bëhet më i mirë. Këtë vend do ta bëjmë ne, mos të presim nga të tjerë. Kështu që unë i bëj thirrje, sa së zhvon, të gjithë të ngrihemi në këmbë, ta përqafojmë dhe të ecim përpara me këto objektiva dhe me këto pika që ka dhe programi Shpresës Demokrate. Lumturi, faleminderit. Faleminderit ju që më ftuat. Të dashur miq të televizionit Shpresa, faleminderit që na ndoqët shihemi në transmetimin e radhës.